Si që bëra me dje për para publicitetit, në këtë moment do të diskutojmë për parkun kombëtar të Vjosës, nisur edhe nga një zhvillim i fundit, konkretisht Lugina është bërë zyrtarisht pjesë e programit Njeriu dhe Biosfera të UNESCO-s. Një lajm që në fakt u bë me dje nga vetë kryeministri, por çfarë do të thotë kjo për Vjosën? Kam kënaqësinë të kem në studio për të diskutuar gjërësisht drejtuesin e Eko Olbenja, Olsinika, mirë se erdhët, gjithmonë kënaqësi të kemi në Breaking. Faleminderit për ftesën. Do të bashkohet në këtë bisedë edhe studiuesi i njohur Auron Tare, zoti Tare, faleminderit që pranuat ftesën. Zoti Nika, një simbolik ky zhvillim apo në fakt është një garanci reale për mbrojtjen e luginës së Vjosës? UNESCO në promovimin e vlerave të trashëgimisë natyrore në fakt është një tamam ashtu siç e thatë, është një simbolik, është një njohje më shumë ndërkombëtare, është një promovim edhe më i madh i luginës së Vjosës, dhe patjetër që në vetvete përbën një arritje, ashtu siç është edhe një përgjegjësi e shtuar nga autoritetet menaxhuese të parkut, por edhe autoritetet vendimarrëse për të garantuar që gjithë peizazhi përreth lumit të Vjosës, që është praktikisht edhe park kombëtar, do duhet që të ruhet në gjendjen që është e të aplikohen parimet e zhvillimit të qëndrueshëm, por nuk është se ka të bëjë me mbrojtjen e natyrës në mënyrë rigoroze ashtu siç aplikohen rregullat e IUCN-s apo ato që janë të përcaktuara në shpalljen e parkut kombëtar. Pra me fjalë të tjera, arritja më e madhe që përkon me rritjen e shkallës së ruajtjes së vlerave të ruajtjes së natyrës, është të i kaluar që me shpalljen e parkut kombëtar, do me thënë, jo është të i kaluar, por është hedhur themeli, pastaj në atë drejtim patjetër që duhet punohet. Kjo është një promovim më shumë, është një reklam më shumë, për të tërhequr pastaj të interesuarit për të parë dhe për të vizituar Vjosën. Ndërkohë për ju, zoti Tare, përfshirja e luginës së Vjosës në programin Njeriu dhe Biosfera, sa rëndësi ka? E para njerë duhet dim a ka përfshirë luginën apo ka përfshirë vetëm segmentin lumor. Shumë rëndësishme kjo për të theksuar. E dyta, men dhe biosfera, pra si thua ajo që ne sapo lexuam që është deklaruar nga UNESCO, ka të bëjë shumë me si thua ruajtjen e biodiversitetit dhe zhvillimin e qëndrueshëm të zonës. Dhe kjo është pastaj ajo që do doja të prekja disi. Pse? Sepse Shqipëria ka disa qendra që kanë status edhe më të lartë se ky, po ruajnë ato siç duhet, pra sipas kritereve të përcaktuara. Ky është problemi. Për shembull, mund të marr rastin e Butrindit, ku Butrindi është jo vetëm pasuri botërore e UNESCO-s, po ka dhe statusin Ramsar. Për të gjithë ata që nuk e njohin Ramsari, është mbrojtja e ligatinave. Besoj që shumë shpejt do të dëgjoni që ka një projekt aty për të ndërtuar një fshat turistik përballë kodrës së Butrindit, që do të prekë edhe ligatinat. Pra që zona e mbrojtur. Po, si mund të shpjegohet kjo, teksa është në një status të tillë mbrojtje, si trashëgimi pasuri botërore? Shpjegoj sepse jemi në Shqipëri. Shumë e thjeshtë. Pra nuk është çështja që këto zona marrin statuse dhe vlerësime ndërkombëtare. Problemi është se sa ne vetë populli, qytetarët, banorët dhe institucionet shtetërore janë të dëshiruara për t'i mbrojtur. Se ne vërtet po diskutojmë për Vjosën, po mos harroni që Ohri, për shembull, ka disa vjet që paralajmërohet nga UNESCO që do të futet në listën e rrezikuar. Ndërkohë, punimet vazhdojnë pikërisht në zonën që UNESCO ka ngritur disa herë me radhë, jo shqetësime, por raporte për mosmbrojtjen e saktë të asaj zone. Pra, edhe një herë, futemi në debatin. A na duhen këto medalje si në kohën e ka qenë një personazh shumë interesant i Osman Gazepit, i cili vendoste vetë medaljet dhe i thoshte zogut që jam shkojnë, apo me të vërtet ne do të jemi serioz dhe do ta shikojmë luginën e Vjosës, e cila është ndoshta nga më të bukurat që ka zona,
apo rajoni, si një mundësi e zhvillimit ekonomik të banorëve për qark kësaj lugine. Dhe kjo është ndoshta sfida. Dhe jeni në të njëjtën linjë kur thoni për rëndësinë që ka ky zhvillim në nivelin e njohjes të paktën. Çfarë po ndodh me parkun kombëtar të Vjosës? Pikërisht sepse aktualisht? Shiko, ka një keq perceptim. Njerëzit kur dëgjojnë UNESCO menjëherë shkojnë tek ajo që Auroni tha. Supozohet të mbrojë. Pikërisht, jo tek ajo që Auroni përmendi për rastin e Butrindit. Pra, është tjetër gjë trashëgimia botërore e UNESCO-s që mbron elementet e trashëgimisë historike, kulturore, që unë e thash, arkeologjike, siç është rasti i Butrindit, pra që njihet World Heritage Site, dhe është tjetër gjë Man and Biosphere Reserve, pra rezerva e njeriut dhe biosferës. Këtu UNESCO nuk aplikon rregulla strikte mbrojtje, këtu është më tepër një njohje për të së vërtetë. Po, edhe aty ku aplikon rregulla strikte njohje. Por edhe aty siç Auroni e përmendi, pra pikërisht ka gjithmonë pikpyetje. Pra, nuk është sajti i parë dhe Ohri është një Man and Biosphere Reserve, pra është një sajt njeriu dhe biosfera, por problematika që ne i kemi hasur. Tashti, me këtë propozim, me këtë certifikat, po themi, me këtë njohje, për Vjosën përfshihet e gjithë lugina e Vjosës, dhe e vesh, po themi, apo e rrethon parkun kombëtar i cili përfshin vetëm korridorin lumor. Pra nëse parku kombëtar i Vjosës përfshin 400 km lumë në 12.000 hektar, rezerva UNESCO, rezerva e njohur nga UNESCO është 35.000 hektar. Pra praktikisht është gjithë lugina e Vjosës. Tashti, dua që të vijoj aty ku e filloi Auroni. Tani, a duhen e këto medalje apo jo, kur problematikat, sidomos më të mëdha janë pikërisht në këtë zonën e njohur nga UNESCO, pra në luginën, kur në zonën e mesme, segmentin e mesëm të rrjedhjes së Vjosës vazhdon të ketë ndotje nga industria nxjerrëse përpunuese, nga nafta, nga bitumi. Edhe djegje plera çdo ditë, regjia do na mundsojnë në momente edhe disa foto. Po pra pikërisht kur asnjë prej bashkive sot që flasim në luginën e Vjosës nuk i trajton ashtu siç ligji e parashikon mbetjet e ngurta dhe të lëngta urbane, kur marrja e inerteve vazhdon, është një proces që vazhdon, një aktivitet që vazhdon në lumë, apo kur devijimi i ujit me kriter apo pa kriter gjithashtu vazhdo në ujtë. Ashti, sigurisht këto janë sfida që kanë qenë aty edhe para shpalljes së parkut kombëtar, pa dyshime edhe para njohjes nga UNESCO, por një ditë duhet që ti përmendim dhe duhet t'i adresojmë këto sfida, sepse nesër pas nesër edhe njeriu dhe biosfera, pra do të ketë një proces që do verifikojë se çfarë ka këtu në teren, a janë adresuar sfidat e kësaj natyre apo jo, ashtu siç edhe IUCN që merret me garantimin e standardeve të ruajtjes së natyrës, do të bëjë të njëjtën gjë për parkun kombëtar. Zotini ka ju dhe shumë ambientalistë tjerë, po, bët një betejë të madhe për ta shpallur, po, përfundon. Dhe diçka, këto janë sfida patjetër që i tejkalojnë, po themi, obligimin vetëm të menaxherëve të parkut, këtu duhet një bashkëpunim. Sidomos mes disa ministrive, Ministria e Bujqësisë për shembull duhet ketë një bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Mjedisit kur vjen puna se sa ujë do devijojë nga Vjosa. Po e kanë në vëmendje këtë? Por nuk ka, ne deri tani nuk kemi parë një gjë të tillë. Dhe patjetër që duhet të japin kontributin e vet gjithë aktorët, edhe ne të shoqërisë civile, po edhe biznesi, pra sektori privat në të gjithë këto elemente. Po violina e parë gjithmonë koordinatori duhet të jetë qeveria. Është bërë një betejë e fortë për ta shpallur Vjosën park kombëtar, një stër protestash, ambientalistët në Shqipëri, por në fakt edhe me zë në nivel ndërkombëtar. Zotitare, nga përpara shpalljes me sot, çfarë shihni ju në raport me situatën, zhvillime pozitive apo e njëjta gjendje sa i përket parkut kombëtar të Vjosës? Shiko, unë nuk do doja kurse si që të vazhdoja të kisha këtë lloj aureolën se sikur një person i cili kritikon. Në fakt, unë luginën e Vjosës jo vetëm e njoh jashtëzakonisht mirë, nga vendet që unë e dua shumë, e udhtoj shumë në atë zonë, njoh gati të gjithë njerëzit që banojnë atje. E kam ndruar që në 92-shin me varka nga kufiri me Greqinë deri në derdhje me National Geographic, kur ka bërë vizitën e saj në 92-shin, pra njoh jashtëzakonisht mirë. Dhe mund t'ju them këtë, që peizazhi vazhdon dëmtohet çdo vit. Dhe mendoj unë, nuk është çështja që a u bë UNESCO apo u bë një kriter tjetër etj. Çështja kryesore është kjo. A duhet ne si shoqëri të kuptojmë që gjërat të tilla janë shumë të rëndësishme për zhvillimin ekonomik të zonës. Pra t'i heqim pjesën intelektuale të trashëgimisë kulturore apo të natyrës
se jo të gjithë njerëzit janë të prirur për të kuptuar mbrojtjen e peizazheve të tjerë. Por, është shumë e rëndësishme që nëse këta banor për qark lumit Vjos do të arrin që të zhvillojnë një ekonomi të tyre personale, pra të kenë mundësi të fitojnë para me mbrojtjen e Lukinës, vetëm atëherë mendoj unë, ajo zonë do të shpëtojë nga dëmtimet e tjerë. Pra, atë zonë nuk e shpëton as Ministria në Tiranë, as UNESCO në Paris. E shpëtojnë vetë njerëzit që banojnë dhe kanë banuar atje prej shekujsh. Prandaj, sa më e rëndësishme është që këta njerëz të kuptojnë që ruajtja dhe mbrojtja e kësaj zone sjell përfitim ekonomik, aq më e rëndësishme mendoj unë dhe aq më do të ruhet kjo zonë. Fatkeqësisht, që kthehem pyetjes tuaj, unë çdo herë shikoj dëmtime në zonë. Për shembull, kemi një rast i cili njihet botërisht, edhe televizori juaj para disa ditësh në mos gaboj, kishte një kronik që vendodhja e pterave e përmetit dhe e kërcyrës është më në buzë të ujit. Aty digjen pterat hidhen në lumë. Ju e dini shumë mirë që me vitet të tëra të gjithë pemët anës lumit janë të mbushura me qese, apo jo. Sa që fryen ujrat, kur bie shi, dalin qese edhe mbushin lumenj. Po. Për Vjosën e jo vetëm në fakt, edhe për lumenjt e tjerë. Për Vjosën. Pastaj kemi një problem tjetër, problemi ku vetë shteti, pastaj institucionet shtetërore, të cilat futen, angazhohen me fonde dhe prishin, siç është rasti i Bënjës. Sot për shembull lexoja një portal që është afër Bashkisë Përmetit që mburrej që kanë shkuar 1 milion vizitorë në Bënjë. Pra, Bënja po shpartallohet me sukses, siç është shpartalluar sot Syri Kaltër në Delvin. Syri Kaltër është një nga ato raste ku turizmi masiv po shkatron pjesët tona më të bukura të natyrës. E qartë, ka ardhur momenti për të vënë disa kufizime, mendoni? Jo kufizime, shiko, duhet ullur dhe duhet folur seriozisht që këto zona hiq pjesën trashëgimi e tjetër intelektuali. Nuk po flas më atë, po flas për gjërat bazike. Ore, do jetojnë njerëzit me këtë zonë që ka fal Perëndia bukurinë për të bërë para apo jo. Atëherë si, të mos prishet, të ruhet. Kjo është gjithë historia. Pra të kuptojnë që njerëzit do bëjnë ekonomi, pra do fitojnë para. Tjetra, shumë e rëndësishme. Shikoni parat që hidhen kot. Unë kam shkruar para 3 vjetëve për disa qendra me informimi për gjatë lumit të Vjosës, me çati alpine, me hekur të goxhat të shtrenjtë e tjerë, të cilat kanë 3 vjetë që po ndryshken, po kalben, gjatë verës futen gomerët atje se është freskët, dhe ato nuk i shërben askujt, dhe në harxuar para pa fund dhe askush nuk ishte përgjegjës. Ore, çfarë bëhet me gjithë investim? Janë bërë, është një kredi e marrë nga banka botërore. Pra para që jeton taksapaguesi. Ku janë? Biles njërë nga ato, aty e kanë bërë afër një lapidari, dhe sigurisht ajo kompania që e ka bërë, i ka futur në të lyer lapidarit, e ka lyer dhe me boj. Pra, kemi marrëzi të tilla sa të duash, të cilat tregojnë që nuk jemi serioz me këto çështje. Dhe më falni që u zgjata. E qartë. Zoti Nika, cilat janë institucionet që do duhet të monitorojnë atë që ndodh me një park kombëtar siç është Vjosa? E tekstoj zotitare disa herë që banorët aty do duhet të dinë vlerën edhe të ruajnë, të bashkëtojnë si gjuhet. Janë banorët ata që nuk po tregojnë nivelin e duhur të përgjegjshmërisë? Gjitha këto presionet që unë përmenda, pak më parë, janë të hartëzuara, të dokumentuara, të evidentuara. Dhe përgjithsisht nuk vinë nga banorët, jo përgjithsisht pa asnjëri nuk vjen nga banorët. Pra nuk mund të konsiderohet banori si agent presioni ndaj parkut. Por rasti i parkut të Vjosës është pak më specifik se zonat e tjera të mbrojtura, sepse për herë të parë është krijuar një administrat e veçantë që do të jetë përgjegjëse vetëm për administrimin apo menaxhimin e parkut të Vjosës. Po thoni do të jetë, nuk është aktualisht në detyrë në funksion? Kjo është në detyrë që prej fillimit të këtij viti është ende në fazën e rekrutimit të stafit, pra nuk është plotësuar me staf. Besoj që shtatori, tetori ka qenë periudha që janë duke, dhe do jetë besoj në vijim të tetor të përmbyllet
rekrutimi, plotësimi me staf ashtu siç është parashikuar në planin e menaxhimit, por më lejoni të theksoj këtu që menaxhimi i parkut të Vjosës, ngjashëm me atë që tha edhe pak më përpara Roni, nuk është vetëm përgjegjësi e këtyre menaxherëve apo e kësaj zyrës së administrimit të parkut kombëtar të Vjosës, por këta kanë një rol patjetër të rëndësishëm në udhëzimin, në koordinimin e gjitha përpjekjeve që duhet të vinë nga gjithë sektorët e tjerë. Bashkitë kanë gjithashtu një rol shumë të veçantë dhe duhet ta luajnë bashkëpunimin pikërisht me këtë zyrë, ashtu siç edhe ne përfaqësues të shoqërisë që ne po përcjellim gjatë bisedës të djegjes së mbetjeve aty ka përgjegjësi ndaj kujt? Kjo pjesa e mbetjeve është një çështje e pasgjithshme, jo vetëm në Luginë e Vjosës, por është anë kënd Shqipërisë, tash që mos hapim kutinë e Pandorës me incineratorët e tjerë. Po i referohemi duke qenë se është park kombëtar edhe supozohet të ketë një nivel më të lartë mbrojtje. Të paktën për sa i përket ujrave të patrajtuara, apo ato që ne quajmë rëndom ujrat e zeza, ka një projekt të Bankës Botërore, është ende në fazat fillestare, gjithmonë në dijenin time, po për këtë besoj duhet pyesim më shumë Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit. Për sa i përket mbetjeve të ngurta, ende nuk ka një plan tjetër përveç atij të krijimit të këtyre zonave të grumbullimit të mbetjeve, siç e përmendi Auroni, Kërcyrën, Përmetin, Tepër, janë të gjitha ashtu, dhe për fat keq të gjitha janë pozicionuar në vendet më pak të përshtatshme, sepse janë në anë të lumit dhe madje në anë të vendeve ku lumi Vjos bashkohet me një lum tjetër, që janë pjesët më dinamike të lumit, por është menduar vazhdon edhe që ai depozitimi fundor i gjithë mbetjeve që gjenerohen përgjatë Luginës së Vjosës do të jetë landfilli i Bajkajt, i cili nga të gjitha llogaritë e bëra nuk është fizibël sepse është një distancë e largët. Pra, mendojeni që mbetja do të lëviz nga Çarshova deri në Bajkaj. Dhe pastaj aty do të paguaj edhe atë tarifën e landfillimit apo depozitimit. Nëse do të më pyesni mua, aq më tepër në Luginën e Vjosës duhet të fillohet me një qasje krejt tjetër të incentivohet industria ricikluese, ripërpunuese, sepse është një zonë që nuk gjeneron mbetjet që mund të gjenerojnë metropolet e tjera, apo qytetet e mëdha këtu në Tiranë, Durrës, Fier, Elbasan. Janë shumë pak dhe patjetër që duhet filluar me këtë qasje. A ka ndonjë nizm? Deri tani nuk dim të ketë ndonjë nizm. Zotitare, për ta përmbyllur, ju përmendët një sër problematikash edhe në zonat të tjera të mbrojtura. Është mungesë vizioni apo në fakt autoritetet në Shqipëri, nisur nga qeverisja qendrore, japin më shumë rëndësi investimit, ndikimit që do të ketë në ekonomi se sa ruajtjes së pasurive natyrore? Unë mendoj që në përgjithësi punohet me idenë e fasadës. Pra sa bukur të fasada, aq më të merresh mbrapa fasadës. Dhe ky është problemi, mendoj unë, kryesor, ku njerëzit administratorët, pra, kujdesin gjithmonë për dukjen se sa për përmbajtjen. Megjithatë, duke qenë se e kemi këtë bisedë për Vjosën, do të doja një pyetje për zotin Nika, i cili e njeh më mirë se unë problematikën. Do doja ta bëja një pyetje edhe për kurreshten time, se nuk jam shumë i qartë. Statusin park kombëtar e ka vetëm shtrati lumor, apo ka një fash të caktuar majtas, djathas, brigjeve të lumit. Se nëse statusi është vetëm lumi, atëherë kemi me një çështje jo serioze, pra nuk kemi serioz në mbrojtje. Nëse ajo statusi i mbrojtjes ka dhe anët lumore, atëherë kjo më tepër nga pikpamja për ta kuptuar se çfarë po ndodh, sepse të thënë vërtetën, njoh disa nga njerëzit që kanë shkruar planin menaxhimit dhe ti që më janë drejtuar mua dhe unë do të shkruaja disa kapitull, sepse ata njerëz që shkruanin planin menaxhimit nuk e kishin parë në Vjosën me sy, po nga vende të ndryshme europiane shkruanin planin menaxhimit. Edhe kjo është pak si për qeshur, por jemi në Shqipëri dhe këto gjëra ndodhin. Shumë punë nga zyra dhe jo nga terreni. Jam në fund të minutazhit, zoti Nika do t'jap edhe shpjegimin, që përderisa ju keni interes me ndo pjesa tjetër. Do ta nis nga fundi. Ata që kanë shkruar planin e menaxhimit kanë ardhur disa herë në Vjos, nuk është se nuk kanë ardhur. Patjetër që nuk mund të kenë. Përkrejtësisht nga zyra. Patjetër që nuk mund të kenë, janë është një kompani goxha serioze, këtë ja u them me bidje të plot, pavarësisht se nuk mund të kenë njohjen që mund të kenë njerëzit ekspertët që janë këtu në vend, janë munduar të marrin gjithë njohuritë e ekspertëve në vend, përfshirë Auronin, përfshirë mua në këtë pjesë. E dyta, po, është e vërtet, parku kombëtar i Vjosës është një park specifik, dhe ne me ngulme kemi kërkuar dhe vijojmë ta kërkojmë nga qeveria që është një park ndryshe nga të tjerët, sepse zona buffer, zona përreth parkut,
përfshin vetëm 8%, ndërkohë që sipas standardeve të YCN-s kjo duhet jetë 25%. Me qëllim që të mbrohet. Megjithatë, përgjigja që na është dhënë dhe vazhdon të na jepet është që okej, sepse trashëgimia e UNESCO-s do funksionojë si një zonë buffer. Asnjëra as tjetra nuk po ndodh në rastin e Vjosës, dhe ne jemi këtu për të shtyrë që pyetje, vetëm ujë apo ka dhe majtas djathtas? Ka edhe majtas edhe djathtas, po prapë nuk mjafton, pikërisht këtë po them. Është një përqindje. Është 8%, ndërkohë që duhet jetë të paktën 25%. Prandaj dhe tjera do vazhdojnë të hidhen majtas djathtas sepse nuk ka të paktën ligjërisht, nuk ka një status mbrojtje. Dhe fundit, ajo që ju thatë, a ka munges vizioni? Jo, nuk ka munges vizioni. Vizioni qeverisë është shumë i qartë të zhvilloj zonat e mbrojtura, dhe këte ka bërë nga 2015 apo 2019 dhe këte me gjithë procesin e rishikimit e tjere tjere. Edhe ajo që Auroni përmendin rastin e Bënjës, zonat e mbrojtura në Shqipëri për fat të keq shihen si vende ku mund të zhvillohet turizëm masiv, ndërkohë që qëllimi kryesor pse ato shpallen është ruajtja e natyrës. Dhe vizioni i qeverisë është krejtësisht i kundërt, dhe kjo e ka bërë me këtë gjë e ka dëshmuar me disa hapa deri tek më finali fare që është ndryshimi i ligjit për zonat e mbrojtura me qëllim dhënien e zonave të mbrojtura, hapësirës së zonave të mbrojtura për zhvillimin e turizmit. Një temë shumë e rëndësishme, do na duhej edhe më shumë kohë. Nëse do më lejosh ta mbyll, të lutem, prandaj dhe këto lloj medaljesh të dhëna nga UNESCO nuk kanë absolutisht asnjë lloj vlere. Që të paktën publiku të jetë i qetë, që këtu nuk ka absolutisht asnjë lloj vlere, kur ti ndryshon ligjin e zonave të mbrojtura, nuk ka çfarë të bëjë UNESCO nga Parisi. Zoti Tare, zoti Nika, shumë kënaqësi t'u kisha në këtë komunikim. Faleminderit. Ne kemi mbritur në fund të programit për ditën e sotme, ishim me një transmetim të drejtë për drejtë nga ora 17 duke përcjellë zhvillimet kryesore të ditës, seanca kuvendore, debatet e përplasjet e forta mes deputetëve të Partisë Demokratike dhe atyre të mazhorancës. Deputetët e Partisë Demokratike pretendojnë se po kalon disa projekt ligje në mënyrë të përshpejtuar që të legjislaturës së shkuar mazhoranca aktuale, pa u nënshtruar procesit të diskutimit e debatit, sikundër kanë kërkuar edhe shpjegime në lidhje me raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit. Ndërkohë nga ana tjetër, zhvillimet të tjera kanë të bëjnë edhe me çështjen e ish-kryebashkiakut të Tiranës Erion Velia, i shkarkuar para pak ditësh nga Këshilli i Ministrave. Avokatët e tij mbrojtës janë drejtuar gjykatës kushtetuese duke cilësuar të paligjshëm shkarkimin, e kjo ka sjell edhe një pezullim të procesit apo të dekretimit të një date të mundshme për zgjedhjet vendore, zgjedhjet e parakohshme përfshirë edhe Bashkinë e Tiranës. Ndërkohë jemi ndalur tek zhvillimet të tjera, ecuria e hetimeve, zbardhja e dinamikës së ngjarjes për ekzekutimin, vrasjen e biznesmenit italian në Tepelen, është shpallur në kërkim një bari i zonës. Sipas të dhënave të para të policisë, dyshohet se bëhet fjalë për një konflikt të çastit për shkak të dritave të gjata të makinës. Megjithatë, janë ngritur shumë pikpyetje nga ekspertët e fushës, mbetet për të parë se si do të vijojë ecuria e hetimeve. Po ashtu kemi përcjellë edhe zhvillimet më të fundit sa i përket lindjes së mesme, takimin më të fundit mes Trump dhe kryeministrit izraelit Netanyahu. Pritet nga momenti në moment të mësohet nëse Netanyahu është dakordsuar me planin për 21 pikash të propozuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë bëhet me dije se sa i përket sulmit izraelit në Doha, që i mori jetën diplomatit të Katarit, zyrtarët izraelit kanë konfirmuar se Netanyahu vet i ka kërkuar falje homologut. Mbetet për të parë nëse kjo do të konfirmohet edhe nga pala tjetër. Faleminderit që na ndoqët. Ky ishte breaking për sot. Do të shihemi nesër në të njëjtën orë. Natën e mirë.